Si mendojnë këta trima që në kanë dalë neve pas lufte? Atë hynë shamat me shqiptar, pa s'kanë takat. Po thonë, Alia Meti Bobov fushat nacionaliste. Nuk është nacionalizm të mbrojsh marrëveshjen e Ohrit. Nuk është nacionalizm ta qosh vendin në Europë, e antarësun vendin në NATO. Sa është nacionalizm ky? Të mbrojsh gjuhën shqipe, të mbrojsh sakrificën. Pse sikletosën e djersitën kur përmenen e UÇK-ja? Po kjo kushtetutë që ka Republika e Maqedonisë së Veriut është kushtetutë e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Nuk është kushtetutë që e ka bua Stojan Andove edhe ai tjetri si e kishte emrin. Prandaj, sepse i dezinformojnë shumë komunitetin ndërkombëtar, që ne po bëjmë fushat nacionaliste. Dhe duhet bërë dallimi. Çka është fashiste? Fashiste është ajo kur për korridorin e 8 u ngritet tërë Maqedonia, harrun Bullgarin, harrun Greqin, se po ndërtohet korridori i Shqipërisë Madhe. Kur tentuan ta abrogojnë ligjin e gjuhës, të gjithë u quan në këmbë, nëse duan shqiptarët gjuhë, zyrtare le të shkojnë në Kosovë, le të shkojnë në Shqipëri. Jo more, këtu kemi lind dhe këtu vdesin. Dhe kjo nuk është nacionalizëm. Ne nuk duam të na përsëritet e kaluara, sepse kemi vuajt, e dim se sa e dhimbshme është. Këta me keksa që janë rrit, duhet mendojnë mirë. Se ata që harrojnë kalumen, fare s'din të ecin përpara e të ndërtojnë të ardhmen.